Përpjekjet ndërkombëtare për t'i bindur drejtuesit politik në Maqedoni që të miratojnë reformat e dala nga marrëveshja e dyqershorit, ende nuk kanë mundur të japin rezultate pozitive. As mbrëm nuk pati marrëveshje ndërmjet 4 drejtuesve politik kryesor në një takim që u mbajt pas mesnate. Në Shkup ka mendime se mund të vijë në rrezik zgjedhjet e parakohshme të saktuara për në prill të vitit të ardhshëm. Të ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isak Ramadani. Takimi mbrëmshëm i 4 drejtuesve të partive më të mëdha sërish rezultoi pa marrëveshje lidhur me reformat që duhet të miratohen brenda një afati të shkurtër kohor. Megjithatë, ndërmjetësi evropian Peter Van Hojte i quajti bisedimet të frytshme, me që sadopak është pozitive që politikanët po takohen. We will continue a series of meetings. Nga ana tjetër, së shpejti pritet të dalë raporti i Komisionit Evropian mbi arritjet e Maqedonisë, ndërkohë që autoritetet e këtueshme presin një rekomandim për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian për antarësim. Maqedonia e ka statusin vend kandidat për antarësim që nga dhjetori i vitit 2005. Takimi i mbrëmshëm ndërmjet Nikola Gruevskit, Zoran Zaevit, Ali Ahmetit dhe Mendu Thaçit ka zgjatur për 2 orë. Të pranishëm kanë qenë edhe përfaqësues diplomatik të disa vendeve perëndimore. Një pjesë e medias vlerëson se po ushtrohet tryesni ndaj kryeministrit Gruevski që të heqë dorë nga qëndrimet të cilat bien ndesh me përcaktimet e marrëveshjes së dyqershorit dhe aneksit të 15 korrikut që në opinionin publik njihet si marrëveshja e Përzhinës. Kryeministri Nikola Gruevski, duke folur gjatë një manifestimi, tha se marrëveshja e Përzhinës duhet të respektohet. Fjala e dhënë duhet të mbahet, u shprehaj. Por lidhja socialdemokrate akuzon VMRO-n se nuk dëshiron që t'ia lërë opozitës vendin e ministrit të brendshëm në qeverinë teknike. Radmila Shaqerinska tha se kur VMRO-ja kuptoi që rrethi po mbyllet, ju desh që t'i shmangej marrëveshjes. Kjo është arsyeja e vetme për dështimin e bisedimeve sipas nënkryetares së partisë opozitare. Ndërkaq Bashkimi Demokratik për Integrim thot se nuk ka alternativë tjetër pos marrëveshjes së dyqershorit. Qëndrimi i BDI-s ngelet konsistent, kërkohet implementimi i plot i marrëveshjes së dyqershorit, marrëveshje e arritur në mes gjithë liderëve të partive politike në vend, e ndërmjetësuar dhe përkrahur fuqimisht nga komuniteti ndërkombëtar. Ne ngelemi edhe më tej në këtë qëndrim dhe nuk diskutohet tash për tash për ndonjë opsion tjetër. Çdo alternativë e mos implementimit të kësaj marrëveshje do të ishte dëmshme për Maqedoni. Çështjet e debatueshme vazhdojnë të jenë prokuroria e posaçme, përgjegjësitë e ministrit të brendshëm i cili do të jetë nga radhët e lidhjes socialdemokrate, si dhe i zëvendës ministrave të tjerë, po ashtu dhe ligji mbi trajtimin apo ndalimin e përgjimeve të bisedave telefonike që në publik njihen si bomba dhe ligji për mbrojtjen e kallëzuesve ose denoncuesve. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.